Kartelet shqiptare të drogës janë armiqt më të egër të kombit shqiptar, të qenjes së tij, njëherë janë armiq të Ballkanit, të Europës dhe të mbar botës. Unë kam përshëndetur këtu para jush dhe përshëndes përsëri sot. Deklarimin e karteleve të drogës të Amerikës Latine nga presidenti Donald Trump si organizata terroriste dhe goditjen e tyre në përputhje me ligjet e terrorizmit ndërkombëtar. Unë jam sot këtu për të rikujtuar dhe për të para jush përsëri takimin famëzi të Arubas, që u bë midis qeveritarëve shqiptar dhe grupeve të fuqishme të narkosit shqiptar dhe ndërkombëtar. Tashmë, ky takim nuk është vetëm kronik e mediave shqiptare, nuk është vetëm denoncim i Sali Berishës, i cili në atë kohë po të bërni një check-up të kronikave tuaja, të lajmeve, i kam shtruar drejt për drejt pyetjen Edi Ramës, ke marrë pjesë ti në takimin e Arubas apo nuk ke marrë? Takimi i Arubas, sipas interceptimeve, tani nuk kemi më hamendje, sipas interceptimeve të antimafjes italiane, të publikuara në një libër që ka dalë këto ditë, është zhvilluar me datën 19 janar të vitit 2019. Një grup ministra bashkëpunëtor të narkoterrorizmit ndërkombëtar kanë udhëtuar me një charter në Aruba, që është një nga zonat më të hapura, më të lira të botës, protektorat i mbretërisë së Hollandës, interceptimet për arsyra ta themi politike, ndonë se i kanë emër për emër pjesëmarrësit qeveritar në takim, nuk janë bërë publike, por autori nuk ka më asnjë dyshim se kanë qenë ministra, zyrtar të lartë të qeverisë e Edi Ramës dhe në mundësinë më të madhe vetë Edi Rama. Në një takim famëzi, ku është diskutuar për Syrin dhe malin e Tiranës, për kullat dhe stërkullat e Tiranës, sipas interceptimeve
të sakta të antimafjes italiane. Këto interceptime disponohen dhe nga disa agjensi të tjera të vendeve partnere. Belgjika, Mbretëria e Hollandës dhe agjensi të tjera. Po unë citoj këto sepse kanë dalë në procese gjyqësore. Prandaj dhe i citoj. Nuk jam i autorizuar të citoj agjensi që nuk kanë bërë njoftim se disponojnë dosjen Aruba. Pra, si që shifni, ne kemi një kryeministër dhe një kabinet që është bashkëpunëtor i ngushtë i atyre që sot janë shpallur organizata terroriste, narkoterroriste ndërkombëtare. Edi Rama dhe ministrat e tij janë të vetmit në Europë, janë të njëjtë me ata të Venezuelës, me Maduron, të cilët kanë bashkëpunim të ngushtë me organizatat narkoterroriste të drogës. Për shqiptar dhe qytetar shqiptar, kjo është një mënyrë. Kur organizatat terroriste, narkoterroriste, detyrojnë ministrat dhe me përqindjen më të lartë vetë Edi Ramën, i cili se mohon dot se nuk ka qenë në Aruba, i kam shtruar pyetjen disa herë në parlament dhe nuk kanë mohu asnjëherë udhëtimin e tij në Aruba. Pra, shqiptarët kanë në krye një organizatë kriminale me mandate parlamenti, me dekrete presidenciale për ministra, por që zhvillojnë takime me organizatat narkoterroriste të Amerikës Latine. Kjo është një lajm për të cilin Partia Demokratike do bëjë gjithçka. Do kërkoj nga vendet partnerë dosjen Aruba, ne do ta dërgojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendet partnere. Edi Rama ka mbrojtësit e tij në aktivitetin e tij narkoterrorist, jo vetëm shqiptar, por dhe ndërkombëtar. Por kjo në mënyrë absolute. Vetëm sa na imponon ne të jemi më këmbgulës në përballjen me këtë veprimtari të tmerrshme kriminale, e cila pasqyrohet në dy drejtime themelore. Në shtrimin e zgjedhjeve në farsë elektorale, në shkatrimin e euros dhe ekonomisë shqiptare, eksporteve, zëvendësimin e saj me narko-euro dhe kullat e drogës dhe të korrupsionit. Pra,
falni artikulli, shkrimi botur në këtë libër, që ka dalë këto ditë në Romë, qartëson se marrëveshja ishte për syrin apo malin e Tiranës. Të kesh në kryet ekzekutivit një kriminal si ky, që bën marrëveshje me organizata terroriste, dëshmon se ky është një sklav i tyre. Ky është njëri rrezikshëm. Çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që qëndron në pushtet, jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin, për Europën dhe botën. A ka lidhje anullimi vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara me këto lidhje? Nuk e di. Nuk mund të them. Por ajo që mund të them është se Edi Rama pas Maduros sot është i vetmi kryeminist i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste shqiptare dhe botërore. Faleminderit. Unë do të ndalem tek ajo që mund cilësohet kryefjalë e ngjarjeve politike. Kryefjalë është Aruba. Më fale, tani që zonja Malu, unë do u përgjigjem zonjë. Por ama të shpallim kryefjalë të mos shpallim kryefjalë dhe kryedram në një moment kur paraqiten interceptime, jo më hipoteza, por regjistrime telefonike, që qeveritarët të këtij vendi shkojnë me charter, fluturojnë 13.000 milje nga Tirana për të takuar me përfaqësuesit e klaneve kriminale, dhe tashmë kjo nuk është kronik e gazetave apo e portaleve të vendit, por është dosje e antimafjes italiane, e cila, thot autori, fshihet në thellësit më të mëdha, politike shehja, pa diskutim. Por autori thot, ndodhet edhe në shërbime tjera. Unë u bëj thirrje. I bëj thirrje Aleancës Atlantikut Veriut. Të ndalet sepse një kryeministër një vendi antar që vend qeverin dispozicion dhe negocion me grupet terroriste, narkoterroriste ndërkombëtar është rrezik për NATO-n. Unë i bëj thirrje Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, me urgjencë të marrin dosjen Aruba, sepse aty qëndron çelësi i të gjithë veprimtarisë kriminale të Edi Ramës dhe organizatës që ai kryeson. Sepse aty qëndron mekanizmi, zbulohet mekanizmi, si u ndërtuar narkoshteti i parë dhe i vetëm në Shqipëri, në Europë. Prandaj ju lutem, nuk mund të ketë kryefjalë, nuk mund të ketë çështje më madhore. A imagjinoni ju që po të mos ishte kontroll mbi mediat,
kontrolli qeveritar mbi mediat. Sot të gjitha mediat e vendit do të ishin hapur me germa kapitale. Edi Rama bashkëpunëtori i organizatave terroriste. Ku janë këta tituj? Dhe unë detyrohem të vi pikrisht për të kundërvur censurës të mërshme të qeverisë ndaj këtyre lajmeve. A përbën lajmë kjo? Imagjinoni, kryeministri dhe qeveria akuzohen kanë udhëtuar 13.000 kilometra në Aruba, për te Venezuelë, deri Venezuelës. Për të takuar me ke thueti, me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. A ishin, ti mund të më thuash mua pse nuk, a ishin në avion edhe Toplin, Qelaj, Qopja me radhë, ato nuk I di, po aty thot ministra, thot qeveritar, thot nuk dihet nëse ishte apo Rama, në gjo. Kur ai e shton suspekt, unë ju garantoj që e kam pyrë datër disa herë Ramën, edhe në parlament. Qo dhe thuaj, ke qenë në Aruba apo nuk ke qenë? A ju kujtohet ju, më falni, një status, një denoncim në Facebook timin, kur e paraqet Ramën në Amsterdam, në aeroport në Rotterdamit, aeroport në Amsterdamit, I rrethuar nga policë vetëm, casual, po, e keni status, udhëtimi më mistik, a u nis me atras Rama në Aruba apo jo, unë nuk mund të them. S'mund të... Po kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, prandaj unë dal këtu për të thënë të vërtetat të cilat tjerë t'i fshehi. Thash, sot mediat, po të mbronin interesin publik të shqiptarëve do të kishin kryetituj. Edi Rama I lidhur me organizatat narkoterrorizmin ndërkombëtar, shqiptar ndërkombëtar. Nuk janë. Po. Pyetja ime është, për të mos I quajtur kryefjalë ngjarjeve politike në vend, jo shumë larg nga këtu, në godinën qeveritare, Edi Rama ka mbledhur Këshillin e Ministrave për të shkarkuar ose për të pranuar propozimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e Erion Veliajt. Ju vetë një konferencë më herët keni deklaruar se Partia Demokratike do të dalë apo dëshiron që të dalë me një kandidat që të përfshi të gjithë partitë aleate. A I keni nisur ju, zoti Berisha, negociatat me aleatët dhe mund të na thoni cilët prej aleatëve nëse I keni nisur, keni thirrur, pra do të synoni të keni një kandidat vetëm aleatët që janë bashkuar më herët Partisë Demokratike, apo edhe partitë e reja? Unë jam këtu për të thënë të vërtetën shqiptarëve për ato që ndodhin. Ju përmend ti mbledhjet të Këshillit të Ministrave. A e dini ju ç'po bëhet? Unë kam denoncuar burgosjen e Gjushit me qëllimin e vetëm për ta futur në qelim Erion Velin. Çfarë po ndodh? Erion Velis po I kërkohet në mënyrë ultimative të mos shkojë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, të ndiqet I lirë dhe të ketë lehtësira. Ky është misioni I Gjushit, që është një urith. E kuptoni vetë ju. Tani, vim tek mbledhja. Cili është varianti? Varianti është antikushtetues. Çfarë ka ndërmend të thotë Edi Rama sot shqiptarëve? Nuk e shkarkova unë, thot. Noterizova, thot, vendimin e... Ja, e pasi dëgjua, e shifti ju? Po kur fuqia ekzekutive nuk është noterizuese.
kur fuqia e ekzekutivit është fuqi ekzekutivi. Ma edhe quhet ekzekutiv. Po si hipokrit dhe të mos përdor më epitetet tjera. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve. Në mënyrë që e rën mendja që Erion Veliajt mos mund të shkojnë në gjykatë kushtetuese. A e kuptoni ju tani këte? A mund t'ja u thoni medjave ju këte? A ju pikrisht ka përhap në media fjalën se unë vetëm po noterizoj kur gjen këshilltar të çdo lloji ngjyre që mund thonë çdo gjë, siç u thot ai, po ju i pat çfarë me këshilltar, ju i pat këshilltarët e bashkisë. Po nuk kishte. E kam dëgjuar këto ditë ti quj sklever, jo mor i fyën sklavin, po të ka asosh këshilltarin bashkjak të Partisë Socialiste me sklavin. Po nuk ishte shpërftyrim njerëzor më të madh. Mos harroni një gjë, sklavi është me status, kurse këta shpërbëjnë karakterin e tyre, shpërftojnë vetën e tyre dhe mbajnë ato fjalë që turprojnë çdo qenje njerëzore, çdo kom, çdo forcë politike, çdo shoqëri. Tani Edi Rama mendon se me qenë se Gjushi nuk pati efektin e duhur, urdhoni? Sa po e ka shkarkuar me qëra fjala? Po sigurisht. Prit. Noterizova, thot. Ja, se, më falë. Unë e dia se ajo që kishtë ardhë të kru, kishtë ardhë dhe të kru. Pra, ajo shkarkoj. Dhe donë tani që t'i japë t'a qojtë e Harami, atë ka pengaj. Se kanë rëmbyë së bashku pronat e shtetit shqiptar. Dhe shpallën zgjedhjet dhe ajtë mos shkoj dot në gjykatë kushtetuese. Ajtë mos shkoj dot në gjykatë kushtetuese. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot shkelmim i kushtetutës, i ligjeve dhe parimeve të shtetit. Por mos ka asgjë të re. Ky është një narkoshtet. Ky është një narkoshtet. Unë kam kaq vite që deklaroj se në Shqipëri shteti ligjor është zëvendësuar me narkoshtetin. Po kjo është një histori turpi. Ku një njeri sillet si një kryetar organizate kriminale për cilin nuk ka kushtetut, nuk ka kod, nuk ka qeverisje vendore, ligj për qeverisjen e vendore, dhe ka vetëm vullnetet liga. A kështu apo ja pra, urdhë. Prit, një minut. Do vi unë aty sa se këto janë, prit, një minut. Jo, të lutem, nuk duhet kur që degët apo gjethët na pengojnë me pa trunë. Trunë këtë që po themu. Se ky tani bën çdo gjë që atët mos e lejoj shkojnë në gjykatë kushtetuese. Çdo epitet mund t'i vesh këtij. Vetëm shtet se ekziston. Ky vetë s'pyet për vendimin e gjykatës.
A nuk është ky që djeg kushtetutën për Oltën? Po, se pyet, e ka shtuar në një leckë gjykatë kushtetuese. Po këto janë gjërat më të rënda për një vend. Sigurisht, unë nuk them se s'është i rëndësishëm kryetari gara këto, ka. Po gjë më të rëndë se kjo nuk mund të ketë. Ai e merr tjetrin, voton absolutisht në shkelje të ligjit, do thuashti po ju. Jo, është ndryshe. Ne kemi kërkuar largimin e tij, ju e dini. Ne kemi protestuar 46 javë. Aty kemi kërkuar largimin e tij nga bashkia. Ne do votonim në mesnatën, mesditë kundër tij. Po këta që hudhen mbi kanxhellat e skapit edhe të gjykatës dhe që ligjëron në aty hymne për apoteoza për Lalvjellsin, tani duhen t'i zhdukin çdo lloj hapësire ligjore dhe kushtetuese. U bëj thirrje tani, një thirrje kam për avokatrit e tij, kur ne sulmonim. Nuk duhet heshti, se nuk mbroni ma Erionin, që s'duhet ta mbronin në atë kohë. Po i dini zot parimve kushtetuese, i dini zot kartës europiane të autonomisë lokale, i dini zot asaj që quhet siguri ligjore pa cilën nuk ekziston. Shtet ligjor. Ja pra shëndodh. Ja pra shëndodh. Sigurisht, të gjithë e kanë shpjegimin në Aruba. Se një njeri që s'poston qeverit dhe vetë do saksohet, unë e kam akuzuar, edhe ky shkrimi. Nuk e hedh poshtë, për kundrazi, po ta lexoni në vëmendje ky më shumë e aludon se ka marrë pjesë dhe vetë, por vetë kuptohet aty duke redaktuar, duke i fshi ato, emri i parë që do fshihej do ishte emri kryeministrit. Po kjo nuk mund mbyllet më. Po. Do filloj koalicion, do filloj sot, do filloj. Urdhë. Nuk i kanë kështu këto, nuk janë në gara atletike tani me orë, me sekonda. Do të keni sot një mbledhje me aleatët nëse e kuptoj sa? Do ketë marrëveshje, pa diskutim do ketë marrëveshje me aleatët. Do të takojmë me gjithë spektrin, me aleatët që jemi në koalicion dhe me spektrin opozitar. Nuk ka... Ndërkohë kam edhe një pyetje tjetër. Një ditë më parë, kryeministri Rama tha se opozita do të hyjë në zgjedhje e humbur dhe do dalë akoma më e humbur prej saj. Ju keni një parashikim? Unë kam parashikimin tim, farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Pra konfirmoni që do humbte? Farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Unë kësaj pyetje i dhash përgjigje dje. Më pyetën mua dhe unë thash që ne nuk bojkotojmë se ka dy filozofi. Por thash dhe them që farsat janë farsa dhe nuk janë zgjedhje. Ndërkohë, zoti Berisha ende pa firmosur shkarkimin e Erion Veliaj, sekretar Bashkia e Partia Socialiste, ka nisur tashmë edhe fushatën për Bashkinë e Tiranës, duke vënë si drejtuese të saj Belinda Ballukun. Keni një koment për këtë? Të komentosh për Lubin, tja heqim atë Balluku, ta quajmë tuneli. Lubi tuneli. Fakti që u detyrua t'i votoj pa debat duke provokuar një nga shkaqet për vetes tij ishte Lubi tuneli. Por e garantoj Lubi tunelin këtu para jush se fatin e Erionit do ketë.
Dhe e garantoj Lubin se atë gjyq që i bën Erionit, këshilltarët, atë gjyq do t'i bëjnë Lubis punojësit e vetë. Nuk ka. Nuk ka. Ngrehinë e tyre porrokulliset dhe dorrokulliset. Ajo përbën një njeri që s'njeh asnjë standard, asnjë ligj, asnjë rregull. Ajo natyrisht përfaqëson se e kam pak të vështirë se është edhe grua dhe nuk do të flas gjëra që nuk më shkojnë për sjelljen time, por them, hajdutës se ajo Shqipëria s'ka patur. Në 200 vite të siguroj që në qoftë se hyn edhe 100 vitet e fundit të perandorisë, edhe 100 vitet e shtetit, nuk gjen dot një hajdute si ajo. Ja, e papërmbajtur. E papërmbajtur. Kështu që kjo është vetëm një përpjekje, përplitje Edi Ramës. Le që ato herë e urrejnë për jetë e vdekje njëra tjetrën. Po. E urrejnë e ditë. Nuk e ditë, mirë rregull thash po. Zoti Berisha, për t'ju rikthyer edhe një herë denoncimit tuaj për kartelet e drogës, kreu i SPAK-ut Altin Dumani, pas takimit në Departamentin Amerikan të Shtetit, ka zhvilluar takime edhe në Malin e Zi dhe në Serbi me në fokus sërish kartelet e drogës. A keni ju informacione ose indicje nëse klanet malazeze apo serbe kanë përdorur portin e Durrësit si pikkyçe për të kaluar lëndë narkotike dhe janë pastruar këto para në ndërtim në Tiranë apo në Bregdet? Faleminderit. Të dhanat janë të hapura. Antimafia italiane solli dosjen Troplini, Elvis Doçi. Dhe Altin Troplini nuk arrestoi. Troplinët, jo vetëm që nuk arrestoi Elvisin, por u dha Troplinëve recent pas kësaj ngjarje, Edi Rama ju dha 5 kulla dhe 12 ndërtime në tokë publike. Sepse Altin Troplini ka azjesuar ligjin antimafia të vendit. Nuk e zbaton. Merë hotelin tek Shkami Kavajs. Kanë implikuar kompaninë prestigjioze. Edi Rama ka lidhur akorin me Elvis Doçin, me Troplinët. Dosja thoshte, dosja që e Troplinëve, deklaron se nga porti i Durrësit, droga që vinte shpërndaj drejt Italisë dhe Gjermanisë, në 10 tonelata e 100 kuintal. Po, janë të gjitha në dosje. Faleminderit.